Pyetja është, kjo takia e kokës, skufeja, apo si që thënë vëllezërit tanë Kosovës, tërleme, i thënë tërleme kësaj, a është diçka që lidhet me fen, është e pëlqyeshme, apo është diçka që është zakon, domethënë që ka ngel. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë në mbulimin e kokës vet ka pas 3 forma. Ose ka vendosur këtë tërlemen, apo skufen, apo takijen e kokës, që në arabisht quhet qalam suwa. Ose ka vendosur shamin e kokës, që e ka lidh në këtë formë, ose e ka lënë të lirë, ose e ka lidhur në udhtim këtu sipër, ose ka vendosur tërlemen, pra takijen e kokës, skufen këtë, bashkë me shamin e kokës. Këto janë 3 format e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. E qartë, pra përderisa e ka mbajtur gjithmonë dhe ka pas dallime që nuk e një transmetim të vetë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nejt për shembull gjithë ditën, ose ka marrë abdes, kjo është diçka tjetër, por ka nejt domethënë me kokë zbuluar. Nuk ka. 1 ditë, 2 ditë, 1 javë, jo, gjithmonë e ka mbulu kokën. Tani ka një dilemë apo ka një kontradikt mes dietarëve. Po mbulimi i kokës ka qenë edhe të Kurejshët, edhe tek jo besimtarët. Ka qenë edhe të gjithë popujt e tjerë, edhe të gjithë kulturat e tjera, edhe të gjithë fetë e tjera. Madje kjo ka vazhduar deri domethënë në shekujt 17-18, mbulimi i kokës ka qenë për të gjithë. A mos vallë kjo? Edhe më mrapa, po deri vonë. Po, atëre, pavarësisht modelit që është ndryshu, por gjithë e kanë pasur mbulimin e kokës. A është kjo pjesë që mashkulli patjetër duhet mbuloj kokën e flokët e tij e kështu me radhë? Kjo është një dilemë dietarëve. Disa kanë thënë që është traditë, dhe duke qenë se është traditë, atëherë nuk e kemi në sunet. Kurse një pjesë e mirë ulema ka thënë jo, ajo është sunet, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asnjëherë nuk e ka lanë dhe ose ka vendosur këtë tërlemen, pra takijen, ose shamin, ose të dyja bashkë, pra i paska dhënë rëndësi kësaj lloj forme. Ndërkohë, edhe Gjibrili alayhi salam kur ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe është ulur gjoja për të pyet për fen, që të përfitonin të tjerët, ka qenë me kokën e mbuluar. Do thotë po si ka mundsi? Ne kemi dëgjuar apo kemi lexuar tek libri që thotë edhe u shfaq një njeri me rroba shumë të bardha, me flokë shumë të zeza. Kjo është përkthim gabim. Shedidu sawadi sha'ri është hadithi, me qime shumë të zeza dhe nuk përcakton sha'ru në gjuhën arabe, i thënë flokëve, i thënë mjekrës, i thënë dhe qimeve trupit. Atëre, çfarë ka pas me fjalë të zeza të tilla Gjibrili alayhi salam? Vjen transmetimi Ibn Hibanit, thot shedidu sawadi lihya, me mjekër shumë të zeza. Pra pas ka rënë në syrin e sahabeve, domethënë mjekra e tij ka qenë e zezë dhe jo me thinja dhe jo e bardhë, që do të thotë kokën e pas ka pasur të mbulume Gjibrili alayhi salam.